Mirë, mirë kthyer tashmë për të folur për një nismë të re të qeverisë shqiptare, e cila ka vendosur që të kufizojë përdorimin e paras kesh, duke vendosur një tavan prej 10.000 eurosh për transaksionet në përpjekje për të rritur transparencën dhe për të luftuar informalitetin në ekonomi. Një masë e cila pritet që të ndikojë drejt për drejt si tek bizneset, ashtu edhe tek qytetarët, duke nxitur përdorimin e sistemit bankar dhe pagesave elektronike. Për të analizuar efektet dhe sfidat e kësaj politike të re, unë kam në një lidhje të drejt për drejt profesorin dhe ekspertin e ekonomisë zotin Artur Ribaj. Mirëmëngjes zoti Ribaj, faleminderit që jeni me mua. Mirëmëngjes juve. Për ta nisur, çfarë ndryshon realisht për bizneset me vendosjen e kufirit 10.000 euro për pagesat kesh? Faktikisht jemi në një situatë e cila përcakton si pasojë e një rregulli të përgjithshëm të vendosur në Bashkimin Evropian të kufizimit të transaksioneve në kesh deri në një kufi të 10.000 eurove. Dhe vendet të tjera e kanë këtë lloj qasje, disa e kanë më të ulët, disa e kanë më të lartë etj etj. Vetmja çështja këtu e cila nuk bën shumë sens për Shqipërinë është të vendoset tani ky kufi prej 10.000 euro, ndërkohë që ne e kemi më herët janë dy kufin të tjerë të vendosur, të cilët janë deri në 500.000 lek për transaksionet nga individi te biznesi dhe deri në 100.000 lek nga biznesi në biznes. Biles për këtë është bërë edhe ka pasur edhe reagime të shoqatave të ndryshme për të ulur akoma më shumë pagesat për individët, pra të mos jetë më 500 deri në 500.000 lek, po të ulet akoma pak përderisa pretendojnë se paga minimale është tek 50.000 lekësh. Duke bërë të mundur që të kanalizohet pjesa më e madhe e parave të shkojnë në drejtim të kanaleve bankare dhe institucioneve të paras elektronike, të cilat kuptohet duke u shtuar më tepër volumi i biznesit, kanë edhe më tepër të ardhurat të tyre të realizuara. Ju personalisht duke parë këtë nismë, po edhe ato të tjera që janë ndërmarrë më herët, i vlerësoni si një sistem i cili mund të ndikojë ndjeshëm në frenimin e informalitetit, apo mund të jap një nxitje akoma edhe më të madhe? Gjithmonë tek më të vegjëlit i shikoj që do të kufizoj, kuptohet. Vjen me qasjen pozitive së pari duke qenë se kemi një kufi prej 10.000 euro të vendosur edhe për shkak të raportimeve për paranimin pastrimit të parave, të pranuar dhe të vendosur nga Bashkimi Evropian, do të konsideroj pozitive. Ulja e tij në këto nivele, biles duke kërkuar të ulet akoma më shumë nga shoqata e bankave, e bën paksa problematike për të futur situatën në një ngërç për shkak të nivelit të edukimit financiar që ka popullsia jonë, por edhe të transaksionet të tjera të kryera të cilët përgjithsisht vinë me mbajtje keshi. Në parim, nëse ne duam të realizojmë vërtet ndalimin e pastrimit të parave, atëherë kjo nuk ndodh nga një individ me shumat vogla, ndodhin për shumat shumë të mëdha. E qasur përsëri me kufin e 10.000 eurove, për të thënë edhe këtu në këtë intervistë sotshme, duhet të pasur kujdesi edhe për parat kesh në dogana, sepse kjo qasje ka ardhur edhe për hyrjet. Nëse më parë kishim një kufi prej 10.000 euro të lejuar që ti mund t'i transportoje fizikisht, sot është vendosur një detyrim edhe për shuma më pak se sa 10.000 euro, ti e ke mundësinë që pra punonjësit e doganave, policia mund të bëj ty verifikime, kontrole edhe ndalim normalisht të përdorimit të parave të tua, duke pretenduar se mund të ketë dyshime të mundshme. Pra, ky kufiri 10.000 euro nuk është se vjen nga kërkesa e qeverisë shqiptare vetëm. Vjen edhe si pasojë e thellimit të masave më shumë për paranimin e pastrimit të parave të vendosura në nivelin e Bashkimit Evropian. Se sa efekt do t'japi, unë gjithmonë nuk jam personalisht të mendoj se vetëm me detyrim arrihen rezultatet. Në radhë të parë duhet që njerëzit ta kuptojnë, ta dinë çfarë është duke ndodhur dhe çfarë rreziqesh ka, sepse nëse individët nuk janë të informuar që ty edhe më pak se 10.000 euro mund të bllokohen parat dhe të kërkojnë burimin e tyre, atëherë njerëzit mund të rriskojnë në këtë drejtim, sepse lë shumë në gjykim të atij personit që është atje, apo të presioneve të mundshme që ndodh dhe jemi në Shqipëri, që kush merr pak pushtet, një polic apo një punonjës i shtetit diku,
ai fillon dhe bën presionin individit, ndoshta edhe duke abuzuar deri diku për përfitimet të veta, të cilat duke lënë shumë evazive, krijon gjithmonë më shumë shteg për abuzim. Pra në këtë pikpamje nuk jam pozitiv dhe nuk e shikoj se do të japi efektin e duhur ashtu siç duhet në të mirë të gjithë shoqërisë. Jam që të ketë kufizime absolute kjo, sepse është kriminale, pastrimi i parave, por në radhë të parë kjo duhet vi me edukimin e individëve duke bërë të njohur rreziqet, por dhe mundësitë e tyre, çfarë ata kanë, dhe jo domosdoshmërisht të vi duke kufizuar në të tilla nivele. Zoti Ribaj, do ta bënim shumë praktike për qytetarët që ndoshta mund ta kenë të paqartë, edhe pse kam përshtypjen që kemi shpjeguar në mënyrën më të thjeshtë të mundshme gjithçka që ndryshon, po themi nisur nga kjo politikë e re që sikur se ju e thatë është europiane, nuk është se e kemi vetëm ne si detyrim, e kanë të gjithë ata që janë pjesë e EBE-s apo ata që duan të bëhen pjesë e EBE-s, dhe ne jemi një nga ato vende pretendente që po përpiqemi me çdo mundësi që ti vërtetojmë BE-s që jemi gati të bëhemi pjesë e tyre, por si duhet veproj një biznes nëse një klient kërkon për shembull që të paguaj mbi këtë shumë në kesh, pra mbi 10.000 euro ti paguaj në kesh, nuk kam llogari bankare, do thoj, dua të t'i jap në dorë të gjitha për një mobilje të re që po merr për shtëpinë. Atëherë biznesi nuk duhet ta pranoj. Jemi në kushtet ku duke u bërë një detyrim, nëse biznesi do ta pranoj pagesën mbi 10.000 euro, atëherë do të ketë gjoba, do të ketë masa administrative. Dhe në këtë drejtim do të kemi probleme për vetë biznesin. Pra biznesi duhet të marrë masat automatikisht me njëherë pas vendosjes së kësaj, të ketë patjetër pajisjen me POS, të pranoj vetëm pagesat me transferta bankare, të ketë aktiv e-banking. Pra vinë me një set rregullash që biznesi duhet të jetë i kujdesshëm ta bëjë këtë. Përndryshe, do të ketë masa nga organet shtetërore dhe për këtë dhe ata duhet të përgatisin infrastrukturën e duhur. Duhet të trajnojnë stafin e vet, se mund mos jetë aty si përmarrësi gjithkohon, apo mund të lërgruan fëmijë apo të tjerë. Pra apo një punonjës të ri. Duhet patjetër të vijë me një set rregullash dhe masash që vetë biznesi duhet i marrë për të zbatuar këto. Por mos të harrojmë që kufiri është akoma më i ulët, siç e tham herët, se sa 10.000 euro. Pra, kjo mas ka filluar më herët. Okej, është një zgjidhje, ose le të themi që thuhet një zgjidhje që ti mund ta copëzosh faturën. Nga ana tjetër përsëri, punonjësit publik ja kanë dhënë vetes forcën që të mund të ndjeki transaksionet, të mund të lidhi faturat, të bëra nga i njëjti individ apo për njëjtin produkt apo për të njëjtin qëllim. Dhe kjo lë përsëri hapësirën që duke bërë kontrolle mund të verifikohet që ti ke pasur një faturë të vetme, e ke copëzuar për të mos kaluar shumën e limitit vendosur dhe pasojat do të jenë përsëri gjoba. Pra, masa e ndëshkimit është vendosur dhe do të përndjeki klientët, po dhe bizneset. Prandaj në këtë pikë kur vendoset diçka dhe miratohet nga qeveria, ose duhet reaguar nga publiku, ose duhet marrë masat t'i zbatoj ato. Dhe në rastin konkret, kur shoqata e bankave reagoi për pjesën e saj, po të shohim në këtë rast kemi një përjashtim të institucione financiare nga pagesat e arktimet e tjera me radhë, kurse biznesi vazhdon të jetë po aty. Pra, të gjithë duhet të kenë të marrin masat pas hyrjes së fuqi të saj, duhet të kenë pikërisht këto kufizime. Por mos thonë që ka hyrë me shuma edhe më të ulta se sa 10.000 euro që thash më parë. Pra, për transaksione deri 100.000 lek nga biznesi në biznes dhe deri në 500.000 lek nga individi në biznes. Çdo shumë mbi këtë, patjetër duhet të kalojë përmes kanaleve bankare dhe institucioneve të parasë elektronike. Përndryshe, do të ketë gjoba dhe masa administrative. Cilat janë sektoret, mendoni ju, që mund të preken më së shumti në Shqipëri nga kjo situatë? Sepse ne dim, ka sektorë të cilat janë më të rregulluar, ka sektorë të tjerë apo lloj biznesesh të cilat ende kanë probleme se përket pjesës së pagesave, terminaleve post dhe pagesave elektronike, të gjitha këto të cilat
do të përfshinin një infrastrukturë digjitale të përshtatshme për të funksionuar i gjithë sistemi dhe i gjithë ky ndryshim që kemi tashmë në përfundim edhe me lajmin e fundit. Atëherë, lidhur me të gjithë industrinë e turizmit, le të themi, siç është vendosur edhe për të pajisur dhe me detyrim që të pajisen me POS të gjitha bizneset që janë në linjën e industrisë së turizmit, mendoj se kjo është e realizueshme dhe nuk do të përbëj problem. Problemi, siç të gjithë e dimë, qëndron pjesa e industrisë së ndërtimit. Se sa ajo do të reflektohet apo çfarë alternativash do të gjejnë për të siguruar këtë. Dihet nga praktika të cilat vinë me ulje të çmimeve, jo çmimeve të reale, dhe pastaj kryerja jashtë sistemit, apo me përfshirjen e disa palëve për të por gjithsesi do të ketë efekt. Do të ndikohet nga kujdesi i shtuar në këtë drejtim. Çdo mas e marr, sado pak të japi efektin dhe jo të menjëhershëm, efektet do të fillojnë të duken shkallë dhe pak nga pak. Të gjithë individët dhe bizneset duhet të përgatiten për këtë. Pse? Sepse nga ana tjetër do të jenë vulnerabël ndaj inspektorëve, tatimor apo ata të kontrollit për pastrim parave, për të kërkuar raportim të tyre. Nëse do të merrim për shembull eksperiencën e Gjermanisë, nuk ka kufizime të tilla të përcaktuara, por kërkohet raportim. Ashtu siç është lënë për shembull për zyrat e këmbimit valutor. Nuk të ndalon njeri se sa ti mund të kryesh transaksione, edhe nga ky lajmi i fundit, vendimi i fundit, por ama njësia përkatëse ka detyrimin të raportojë, të çojë informacionin tek institucioni i përkatës që merret me kontrollin e transaksioneve dhe aty gjykohen në bazë të rrezikut që ata të konsiderojnë një vepër, një transaksion si të dyshimt ose jo. Pra, vendosja e të tilla kufizimeve nuk e di pse duhet me patjetër të çonte në këtë lloj represioni, ndoshta për të shtuar biznesin e përdorimit të paras elektronike më shumë. Pozitive është, nuk e shoh negative, por të mos hiqej mundësia të gjithë individëve të cilët nuk e kanë mundësinë, nuk dinë, nuk e njohin, nuk e përdorin dot paranë elektronike. Atëherë ne këtyre po ju heqim, kufizojmë liritë e të vepruarit. Dhe kjo është problem për mendimin tim lidhur me jetën e shqiptarëve. Pra, tani duhet marrim parasysh zoti Ribaj që për shembull dikush që shet një makinë duhet patjetër që ti kaloj këto para nëse kalojnë vlerën që padyshim e kalojnë, duke qenë se kemi kufizime edhe në vlera më të vogla siç ju e përmendët disa herë gjatë bisedës, duhet patjetër ti kaloj përmes një llogarie bankare në një tjetër llogari bankare. Pra të jenë pagesat të cilat kryhen në mënyrë elektronike, jo më cash. Nuk do të pranohet më cash. Do të ketë penalitete. Edhe nëse do ta ndajnë në 2-3 shuma, ato i mund të gjurmohen dhe të evidentojnë që janë nga i njëjti dhe për njëjtin qëllim. Pra, do të vijojë gjurmimi edhe pas kësaj, sepse shikohet si alternativë që do ta ndash faturën. Por shikohet ose lidhja me një produkt vetëm, se mund të jenë 2 individ të ndryshëm. Por kur blehet qëllimisht blerja e një produkti vetëm përsëri, edhe kjo do të jetë e gjurmueshme. Dhe pastaj do të ballafaqohen me gjoba, siç e tham. Biznesi i industrisë të makinave, shitblerje makinave, po edhe ky është i afektuar. Ka edhe të tjera të cilat qëndrojnë në blerjen, le të themi, të një fature të vetme në shumë të madhe, që nuk mund të copëzohet dot. Të gjitha këto kuptohet do të jenë të ndikuara, të afektuar. Prandaj thash më herët që bizneset duan apo s'duan, ose reagojnë që ta kundërshtojnë dhe të mund të konsiderohet kundërshtimi i tyre, ose urgjentisht do të marrin masa të bëjnë gati ta zbatojnë. Nuk ka zgjidhje tjetër. Padyshim, po pyetja e fundit zoti Ribaj, dhe e gjitha kjo, pra sa funksionon apo jo, varet nga diçka e vetme, sa e përgatitur edhe sa gati është infrastruktura aktuale financiare për diçka të tillë në Shqipëri. Pra për këtë ndryshim, që patjetër është shumë pozitiv për sa kohë
mund të luftoj ekonomin informale, mund të bëj pagesat shumë më thjeshta, mund të shkojmë drejt cashless, që besoj është goxha e largët si ditë, por duke e ralluar kështu ditë pas dite, arrijen edhe qëllimet më të mëdha, por sa gati jemi sa i përket infrastrukturës? Unë e kam thënë dhe më herët, ndoshta dhe së bashku, që nëse kjo qeveri do ta ta heqi komplet keshin, mund ta heqi. Pse dhe si? Thjesht bllokoje. Thuaj nuk lejohet më kesh dhe jo më 100.000 lekë apo 50.000 lekë, po dhe zero janë njerëzit të detyruar ta bëjnë atë. Problemi qëndron nga pikpamja e infrastrukturës, institucionet janë gati. Por nga pikpamja e popullsisë dhe ku ne ndodhemi, ky është problem, sepse absolutisht nuk janë gati. Edhe atëherë njerëzit ju heq dhe ju kufizon lirinë e të vepruarit të tyre për blerjen dhe transaksionin që ata duan të kryejnë. Gjithashtu besh vulnerabël ndaj situatave të ndryshme. Dhe po të vësh re përsëri edhe ky vendim i këtij kufizimi 10.000 euro, thotë që shteti mund të pranojë raste të veçanta kur ato mund të tolerohen, sepse mund të kemi një blackout, mund të kemi një problematik tjetër dhe transakcioni nuk kryen dot. Atë çfarë do ndodhi? Bllokojnë sistemet. Pra nuk mendohet që është e shëndetshme që të shkojmë drejt asaj të thënit cashless. Dhe kjo kërkon patjetër kufizimin dhe në trendin dhe në iniciativat që merren nga qeveria dhe në shtyrjen e fortë për t'u bërë realitet. Pra këto duhet të vinë shkallë dhe të pranueshme nga publiku. Edhe një infrastrukturën mund ta kemi gati dhe mund të funksionojë, por rreziqet njëkohësisht janë aty, të cilat ty mund të krijojnë probleme të bllokimit të sistemeve dhe çdo gjë tjetër. Atëherë çfarë do ndodhi? Atëherë do të jemi në një situatë ku të kthehemi në realisht në mos funksionim dhe një jetë të vështirësuar krahas vështirësive dhe halleve tjera që kanë shqiptarët, të bllokohet edhe mos blerja apo konsumi produkteve apo ilaçeve apo i çdo lloj transaksioni tjetër i cili është jetik në këtë që ne kryejmë në përditshmërinë tonë me dhjetra transaksione me para, qoftë elektronike, qoftë cash. Siç u kam thënë, personalisht jam totalisht për cashless në pikpamje individuale dhe çdo transaksion e kryej elektronikisht, por është, ju siguroj, nga konstatimet dhe nga ato çfarë kemi në terren, është një përqindje shumë e vogël kjo. Pa çka se thuhet që janë shtuar shumë transaksionet. Përsëri këto shtohen nga ata që dinë dhe i njohin dhe nga bizneset të cilët nuk i bëjnë dot vetë, po ja kanë lënë një zyre tjetër për t'i bërë. Patjetër, pra në realiteti është ndryshe nga ç'mund të duket në disa raportime statistikore. Kështu që do duhet i marrim gjërat ashtu sikur se ju thatë, shkallë. Zoti Ripa, ju falenderoj shumë për bisedën edhe ju uroj një ditë sa më të mbarë në vijim. Gjithashtu dhe juve.